Sot në rendin e ditës fillojmë miratimin në proces verbalit të mbledhjes së datës 5/2/2025. Ka dikush vërejtje? Atëherë vazhdojmë me shqyrtimin dhe miratimin e projekt ligjit për disa ndryshime në shtesa në ligjin 10.416 7/4/2011 për materialin mbjellës dhe shumëzues bimor, në emrin cilësinë e komisionit përgjegjës. Relator është zoti Baftiar Zeqaj. Këtë projekt ligj e kemi votuar në parim, sot e kemi shqyrtimin e tij nen për nen. Nga sa jam vënë në dieni, zoti zëvendësministër, nga sa jam vënë në dieni, stafi juaj me stafin e komisionit kanë disa ndryshime të vogla në disa nene të caktuara, prandaj do t'ju lutesha që kur të jenë këto ndryshime të më ndaloni dhe ti citojmë. Atëherë vijojmë me nenin 1. Kush është dakord në parim me nenin 1? Dakord? 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11 pro, kundër, abstenim, nuk ka, 2 kolegë nuk marrin pjesë në votim. Kush është dakord me nenin 2? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 3, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 4, ke neni 3, po? Kryetar, kërkojmë që të bëhet një korrektim, fjala pran, pra te pika 8 një fjala pran, të zvendësohet me tokfjalshin që i paraqet, pra është një korrektim gjuhësor më shumë. Pra fjala pran hiqet fare dhe bëhet që i paraqet, zvendësohet. Është teknik legislative gjuhësore. Po, gjuhësore më shumë. Po mirë, dakord. Domethënë për gjitha ndryshimet që janë të këtij niveli rakordoni me stafin e komisionit që kur bëjmë zbardhjen të jetë paraqitur siç duhet. Jeni dakord, nenin 3 e votuam, neni 4, kush është dakord? Pro, kundër, abstenim, nuk ka, miratohet. Neni 5, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 6, pro, kundër, abstenim, miratohet. Tek neni 7 kishim ndryshim. Po, kryetar, te neni 7 kemi dakorduar që në pikën 3 fjala për tregtim zvendësohet me fjalën për prodhim. Pra praktikisht fjala tregtim zvendësohet me fjalën prodhim. Pra synimi për kufizimi, pra efekti i synuar ngelet i njëjtë, por është një korrektim, pra përfshin edhe prodhimin. Fjala tregtim pastaj në praktik prodhimi e përfshin fjalën tregtim brenda. Pra nuk heqim gjë në pasojën juridike që krijohet, por duhet prodhim. Atëherë hedhim në votim në 7 me ndryshimin e propozuar. Kush është dakord? Pro, kundër, abstenim, nuk ka, miratohet. Neni 8, pro, kundër, abstenim, nuk ka, miratohet. Neni 9, pro, kundër, abstenim, nuk ka, miratohet. Neni 10, pro, kundër, ke neni 10? Neni 10, kryetar, kemi një gabim material. Në neni 23, pika 1 riformulohet me këtë përmbajtje. Pra, në fakt, nuk ka 23 fraksion 1, po është pika 1 e neni 23. Pra, është një gabim material në tekstin që është depozituar në kuvend. Dakord. Atëherë, kush është dakord me neni 10 me ndryshimin që sa po tha zoti mësonjësi? Dakord. Kundër, abstenim, nuk ka, miratohet. Neni 11, pro, kundër, abstenim, nuk ka, miratohet. Neni 12, pro, kundër, abstenim, nuk ka, miratohet. Neni 13, pro, kundër, abstenim, nuk ka, miratohet. Neni 14, pro, kundër, abstenim, nuk ka, miratohet. Neni 15, pro, kundër, abstenim, nuk ka, miratohet. Neni 16, pro, kundër, abstenim, nuk ka, miratohet. Neni 17, pro, kundër, abstenim, nuk ka, miratohet. Neni 18, pro, kundër, abstenim, nuk ka, miratohet. Neni 19, pro, kundër, abstenim, nuk ka, miratohet. Neni 20, pro, kundër, abstenim, nuk ka, miratohet. Neni 21, pro, kundër, abstenim, nuk ka, miratohet. Neni 22, pro, kundër, abstenim, nuk ka, miratohet. Neni 23, pro, kundër, abstenim, nuk ka, miratohet. Neni 24, pro, kundër, abstenim, nuk ka, miratohet. Neni 25, pro, kundër, abstenim, nuk ka, miratohet. Neni 26, pro, kundër, abstenim, nuk ka, miratohet. Neni 27, pro, kundër, abstenim, nuk ka, miratohet. Neni 28,
Keni 27 aktet nënligjore? Do ketë korrektime për Numrat. për numrat, për referencat. Pra thjesht referencat. Po. Okej, atëri rakordoni me stafin e komisionit që kur ta zbardhim ta kemi me referencat e duhura. E në 27 pro kundër, abstenim nuk ka, miratohet. Në 28 hyrja në fuqi pro kundër, abstenim nuk ka, miratohet. Hedhim në tërësi projekt ligjin. Kush është dakord në tërësi me projekt ligjin? Dakord, jemi 14 pro. Kundër, abstenim nuk ka. Atëherë miratohet projekt ligji. Kalojmë tek pika e 2 e rendit të ditës, që kemi shqyrtimin dhe miratimin në parim të projekt ligjit për shëndetin e kafshëve. Ne po ashtu jemi komision përgjegjës, relator kemi zotin Fadil Nasufi. Për të paraqitur projekt ligjin, kemi të ftuar nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, zotin Jauplari dhe stafin që e shoqëron. Atëherë zoti Jauplari, fjala për ju për të bërë prezantimin e projekt ligjit. I nderuar kryetar, të nderuar deputet, në vitin 2016, Parlamenti Evropian dhe Këshilli i Europës miratuan rregullore numër 216/429 mbi sëmundjet e transmetuese të kafshëve. Ligjin e shëndetit të kafshëve, i cili filloi të zbatohej nga shtetet anëtare të BE-s, duke filluar nga muaji prill i vitit 2021. Ky ligj bëri një ristrukturim dhe riformulim të gjithë kuadrit ligjor të BE-s në fushën e shëndetit të kafshëve në BE. Ai preku rreth 90 akte ligjore të Komunitetit Evropian të miratuara ndër vite nga ligjvënësit evropian, duke krijuar kështu një kuadër komplet të ri. Në Shqipëri, që në vitet 90, Kuvendi ka miratuar ligjin për shëndetin për shërbimin veterinar, i cili ka pasur dy ndryshime të mëdha. Njëri në vitin 2004 dhe tjetri në vitin 2011, i cili është në fuqi dhe sot. Ligji i shërbimit veterinar dhe aktet nënligjore të miratuar në zbatim të tij janë pasqyruar pjesërisht në legjislacionin e BE-s të kohës. Të ndodhur para situatës kur rregulloria 216/429 ka shfuqizuar apo ndryshuar tashmë gjithë legjislacionin e shëndetit të kafshëve dhe të sëmundjeve transmetuese të kafshëve, paraqitim sot në Kuvend për të kërkuar miratimin e ligjit të shëndetit të kafshëve, i cili përafron rregulloren e shëndetit të kafshëve. Në progres raport e viteve të fundit, i cili ndër të tjera përfshin dhe kapitullin 12 sigurinë ushqimore, politikat veterinare dhe fitosanitare, ka kërkuar ndër të tjera miratimin e ligjit për shëndetin e kafshëve. Ligjit për në produktet me origjinë shtazore, i cili përafron rregulloren 209/1069, hartimi i cilit ka përfunduar dhe është i gatshëm të dërgohet në Këshillin e Ministrave, dhe ligjit për kontrollet zyrtare, i cili do të përafrojë rregulloren 217/625. Ky projekt ligj është një proces hartimi nga MBZR, gjithashtu MBZR ka filluar punën për hartimin e projekt ligjit për barnat veterinare ose produktet mjekësore veterinare, i cili do të përafrojë rregulloren 219/6 për barnat veterinare, e cila është pjesë e kapitullit 28. Hartimi i këtij projekt ligji do të përfundojë deri në fund të këtij viti. Qëllimi i këtij projekt ligji përcakton rregullat për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve të kafshëve të transmetueshme tek njerëzit dhe tek kafshët. Ai synon të krijojë legjislacionin shqiptar të harmonizuar në shkallën më të lartë të mundshme me legjislacionin e BE-s për sa i përket shëndetit të kafshëve, duke vënë theksin në përforcimin dhe parandalimin e kontrollit të sëmundjeve. Promovon një qasje parandaluese bazuar në risk për menaxhimin e sëmundjeve të kafshëve. Ai mbështet sektorin e bregtorisë dhe prodhimit të ushqimit në vend në aspektin e qëndrueshmërisë, konkurrencës, rritjes së vendeve të punës, investimeve dhe eksportit të kafshëve të gjalla dhe produkteve shtazore. Fusha e veprimit dhe parimet kryesore të këtij projekt ligji. Fushë veprimi, projekt ligji zbatohet për një gamë të gjerë kafshësh, të mbarështruara dhe të egra, për produkte me origjinë shtazore dhe për material riprodhues. Parandalimi, projekt ligji fokusohet në parandalimin e sëmundjeve përmes masave të biosigurisë, survejancës veterinare dhe kontrollit të lëvizjes kafshë. Kontrolli përcakton standarde për kontrollin dhe shërënjosjen e sëmundjeve duke përfshirë masat urgjente në rastin e shfaqjes së një sëmundje, si dhe kufizimin e lëvizjes, asgjësimin e në produkteve shtazore si pasojë e sëmundjeve dhe vaksinimit. Përgjegjësitë përcakton përgjegjësitë e operatorëve, mjekëve veterinarë, të autoriteteve kompetente në çështjen e shëndetit të kafshëve. Gjurmëshmëria, forcimi i sistemit gjurmëshmërisë për kafshët dhe produktet shtazore për të lehtësuar kontrollin e sëmundjeve.
Hyrjen dhe lëvizjen e kafshëve. Projekt ligji cakton rregulla të hollësishme për hyrjen e kafshëve dhe produkteve shtazore në vend dhe lëvizjen e tyre brenda vendit. Rëndësia e këtij projekt ligji konsiston: ligji është thelbësor për të mbrojtur shëndetin e kafshëve dhe shëndetin publik në vend. Ndihmon për të siguruar zinxhirin ushqimor dhe për të ruajtur besimin e konsumatorit për produkte shtazore nga ferma në tavolinë në kuadër të kësaj strategjie. Ai mbështet konkurrencën e sektorit të blegtorisë në tregun e brendshëm dhe të jashtëm. Projekt ligji ka një ndikim të rëndësishëm në tregtinë e kafshëve dhe të produkteve shtazore. Standardet më të larta mund të çojnë në kosta më të larta për operatorët, por këto kosto nga një anë do të ndihmojnë sigurimin e sigurisë së zinxhirit ushqimor dhe nga ana tjetër do të ndihmojnë krijimin e besimit për hapjen e tregjeve të BE-s për produktet tona dhe të thithjes investimeve tuaja në fushën e blegtorisë. Qëllimi është të harmonizohen rregullat në nivel europian duke lehtësuar tregtinë dhe duke siguruar një fushë lojë të barabartë me operatorët. Projekt ligji trajton një qasje të drejtë ndaj strategjisë një shëndet, duke njohur dhe rregullat ndër lidhjen midis shëndetit të kafshëve, shëndetit njeriut dhe mjedisit. Kjo do të thotë që masat e kontrollit të sëmundjeve të kafshëve marrin parasysh dhe ndikimet e mundshme për shëndetin publik dhe në ekosistem. Kategoritë e sëmundjeve. Projekt ligji klasifikon sëmundjet e kafshëve në kategori të ndryshme, bazuar në risk dhe ndikimin e tyre në shëndetin e kafshëve të njerëzve në ekonomi dhe në shoqëri. Sëmundjet klasifikohen në sëmundje që i nënshtrohen rregullave të cilat kanë për qëllim parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve, sëmundje që nënshtrohen rregullave të çrrënjosjes së sëmundjes, sëmundje që nënshtrohen rregullave të survejancës veterinare. Sëmundje për të cilat ekziston risku i futjes për herë të parë në vend. Mbi këtë bazë, projekt ligji synon krijimin e statusit së sëmundjes së listuar, statusit së kafshës së listuar, statusin e zonës së pastër, statusin e zonës së pastër të pavaksinuar. Masat e biosigurisë. Projekt ligji promovon zbatimin e masave të biosigurisë në fermë, transportin dhe kontekste të tjera ku mbahen kafshët. Në këto masa përfshin higjienën dhe dezinfektimin, kontrollin e hyrjes, menaxhimin e nënprodukteve shtazore, rregullat e karantinës veterinare të tjera. Survejancën veterinare dhe njoftimin. Projekt ligji forcon sistemin e survejancës së sëmundjeve të kafshëve duke kërkuar operatorëve dhe mjekëve veterinarë që të njoftojnë menjëherë çdo dyshim për shenjën e një sëmundje të listuar. Rëndësi të madhe i kushtohet afatit të njoftimit në mënyrën se ku do të veprohet dhe sa më shpejt për shfaqjen e një vatre me sëmundje të listuar. Regjistrimin e operatorëve të biznesit. Projekt ligji parashikon detyrimin e regjistrimit të operatorëve të biznesit që mbajnë kafshë ose prodhojnë produkte me origjinë shtazore, si dhe regjistrimin e kafshëve të mbajtura. Kjo u mundëson autoriteteve kompetente të kenë një pasqyrë të situatës dhe të kontrollin e sëmundjes. Rolin e autoriteteve kompetente përcakton qartë rolin dhe përgjegjësitë e autoriteteve kompetente në çështjen e shëndetit të kafshëve. Autoritetet kompetente janë përgjegjëse për zbatimin e ligjit, kontrollin e sëmundjeve dhe miratimin e masave urgjencë. Projekt ligji kërkon një bashkëpunim më të madh ndërmjet operatorëve, mjekëve, veterinerëve dhe autoriteteve kompetente. Bashkëpunimi me Komisionin Evropian. Projekt ligji përcakton detyra për autoritetet kompetente në kuadër të bashkëpunimit me Komisionin Evropian. Ky projekt ligj do të jetë bazë ku do të mbështetemi në procesin e negociatave në kuadër të procesit të aderimit për sa i përket kapitullit 12. Raporti me legjislacionin në fuqi. Ky projekt ligj shfuqizon një pjesë të ligjit 10.465/29 i nëntit 2011 për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë ndryshuar dhe disa akte në ligjore në zbatim të tij për sa i përket shëndetit të kafshëve dhe sëmundjeve të transmetueshme. Për arsye të specifikave të këtij ligji, ligji i shërbimit veterinar në Republikën e Shqipërisë, i cili ka një fushë të gjerë, fushë veprimi që mbulon shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve, menaxhimin e produkteve me origjinë shtazore, të cilat nuk janë për konsum human, rregullat e kontrollit dhe regjistrimin e produkteve mjekësore veterinare, si edhe rregullat e kryerjes së kontrolleve zyrtare që do të vazhdojnë të jenë fuqi në pjesën tjetër që trajton. Veprimtaritë që do të kryhen pas miratimit të ligjit. Projekt ligji parafron plotësisht nga ana teknike dhe ligjore rregulloren 216/429 të BE-s. Por parafrimi është deklaruar i pjesshëm. Në shkallën më të lartë, parësi rregulloria përmban edhe pjesë të cilat nuk janë të zbatueshme në statusin aktual të negociatave. Në zbatim të rregullores 216/429, Komisioni Evropian ka miratuar mbi 30 akte zbatuese me një volum për më tepër se 3.000 faqe. Rregullore të tjera priten të miratohen. Të gjitha këto akte zbatuese do të parafrohen si akte në ligjore në zbatim të këtij ligji për shëndetin e kafshëve.
gjatë 3 viteve të ardhshme deri në hyrjen në fuqi të ligjit. Institucionet zbatuese të këtij projekt ligji, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë. Efektet financiare. Nuk ka efekte financiare në buxhetin e shtetit. Në mënyrë të menjëhershme, pasi strukturat e përmendura në këtë projekt ligj janë të ngritura dhe do të ushtrojnë detyrat e përcaktuara në ligj. Konsultimi publik. Projekt ligji ka qëndruar në portalin e konsultimit publik nga data 26/7/2024 deri 23/8/2024. Dhe në këtë afat përfshihen komunikimet elektronike dhe konsultimi përmes regjistrit elektronik. Gjatë periudhës së konsultimit publik, asnjë operator i biznesit të mbështrimit të kafshëve, ai prodhimit të ushqimit me origjinë shtazore nuk ka shfaqur interes për projekt ligjin. Kanë shprehur interes vetëm mjek veterinar dhe shoqatat mbrojtjes kafshëve. Interesi i tyre ka qenë vetëm për ndryshime fjalësh në tekst të ligjit dhe jo për përmbajtjen e tij. Sugjerimet e tyre janë paraqitur në relacionin teknik. Projekt ligji parafron plotësisht nga ana teknike dhe juridike rregulloren EBS 216/429. Kështu që asnjë sugjerim për ndryshime në tekstin e ligjit, i cili është i barabartë me tekstin e rregullores në fjalë, nuk do të ishte pranuar pasi edhe sepse shkalla e përputhshmërisë është e plotë. Në zbatim të këtij projekt ligji do të hartohen mbi 30 akte zbatuese të këtij ligji, të cilat do të parafrojnë po aq rregullore implementuese të rregullores që parafron ky ligj. Në përfundim të procesit të parafrimit të rregulloreve implementuese do të jetë e nevojshme të hartohen dispozita zbatuese për të gjithë kuadrin ligjor dhe nënligjor të këtij projekt ligji. Në atë kohë do të jetë e nevojshme të ndërhyjmë në ligjin e shërbimit veterinar ose këtë ligj të ushtrojë dispozita zbatuese duke pasur parasysh kuadrin nënligjor. Në përfundim të këtij procesi, pra në përfundim të hartimit të masave zbatuese, do të jetë e nevojshme që të bëhet një konsultim më i thellë me biznesin që ushtron aktivitet në fushën e blegtorisë. Faleminderit. Faleminderit zoti Jahullari për paraqitjen e këtij projekt ligji. Po e marr fjalën në cilësinë e relatorit të këtij projekt ligji. Ashtu siç e paraqiti thelbin e përmbajtjes zëvendës ministri Jahullari, ky është një projekt ligj nisur me Këshillin e Ministrave që synon të modernizojë dhe të harmonizojë legjislacionin shqiptar me standardet më të avancuara të Bashkimit Evropian në fushën e shëndetit të kafshëve. Ky projekt ligj është një hap i rëndësishëm për sektorin e bregtorisë, sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e shëndetit publik në vendin tonë. Siç e tha dhe zëvendës ministri, është një ligj voluminos me gati 273 nene, ndërkohë që është bërë drafti i gjithë rregulloreve që përmbajnë rreth që do janë dhe të shoqëroj aktet nënligjore, që janë mbi 3000 faqe, dhe unë për këtë duhet falenderoj Ministrinë e Bujqësisë, ekspertin zotin Nikolin që është prezent sot edhe në mbledhjen e komisionit dhe gjithë ekipet që kanë kaluar procedurat e konsultimit dhe të hartimit të këtij projekt ligji. Siç u tha dhe nga zëvendës ministri, projekt ligji synon parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve të kafshëve për të shmangur prapjen e tyre mes kafshëve dhe tek njerëzit. Përcaktimin e përgjegjësive të institucioneve dhe operatorëve në këtë fushë për të garantuar një sistem më të fortë dhe të besueshëm të survejancës dhe ndërhyrjes, përmirësimin e gjurmëshmërisë së kafshëve dhe produkteve me origjinë shtazore, duke siguruar cilësi më të lartë dhe standarde të forta në tregun tonë. Rritjen e kontrollit mbi importin dhe eksportin e kafshëve dhe produkteve shtazore në përputhje me rregulloret e BE-s. Sigurimin e një mbikëqyrje më të mirë për situatat emergjente të shëndetit të kafshëve, duke mundësuar ndërhyrje të shpejta dhe efektive në rast të sëmundjeve epidemike. Ky projekt ligj sjell përfitime të shumta jo vetëm për sektorin e blegtorisë dhe të agrobiznesit, por edhe për shëndetin publik, duke ndihmuar në mbrojtjen nga sëmundjet zoonotike, ato që kalojnë nga kafshët tek njerëzit. Ky projekt ligj parafron legjislacionin shqiptar me rregulloren e BE-s numër 2016/429, i njohur si ligji Evropian për shëndetin e kafshëve. Paraprimi plot me këtë rregullore është një rëndësie strategjike për Shqipërinë si një vend që është në proces integrimi. Nga implementimi i këtij projekt ligji do të krijohet një sistem më i qëndrueshëm veterinar, i cili ndihmon në nxitjen e investimeve në sektorin blegtoral përmes rregullave të qarta dhe të harmonizuara me Bashkimin Evropian. Lehtësimin e eksporteve drejt tregut evropian, duke garantuar se produktet tona me origjinë shtazore plotësojnë standardet e kërkuara.
mbështetjen e fermerëve dhe produktësve shqiptar, duke rritur konkurrueshmërinë e tyre në tregje ndërkombëtare. Ashtu siç u tha edhe nga zëvendës ministri, për zbatimin e këtij projektligji do të angazhohen disa institucione kyçe, si Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, e cila do të drejtojë politikat dhe strategjitë për shëndetin e kafshëve. Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, që do zbatojë dhe mbikëqyr rregullat për shëndetin e kafshëve. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit për të garantuar që produktet me origjinë shtazore të jenë të sigurta për konsum, si dhe bashkitë, të cilët do të kenë përgjegjësi për monitorimin lokal dhe për menaxhimin e situatave emergjente. Nga aspektet më të rëndësishme të këtij projektligji është mosvendosja e një ngarkese financiare shtesë mbi buxhetin e shtetit. Të gjitha shpenzimet janë të parashikuara në programin buxhetor afatmesëm 2025-2027, duke siguruar që zbatimi të jetë i qëndrueshëm dhe realist. Gjithashtu, për të lejuar një adaptim më të plotë të institucioneve dhe sektorëve të prekur, projektligji do të hyjë në fuqi 3 vjet pas botimit të mpletorit zyrtare. Kjo periudhë kalimtare është jetike për të siguruar zbatimin e suksesshëm të rregullave të reja dhe për të shmangur pengesa për operatorët ekonomik. Si relator i këtij projektligji kam disa adresime që kanë të bëjnë me mbështetjen për fermerët dhe operatorët që duhet të përmbushin standardet e reja. A janë parashikuar masa ndihmëse për ta? Për sa i përket sigurisë ushqimore dhe produkteve të importuara, si do të garantojmë që produktet e importuara të respektojnë të njëjta standarde si ato vendese? Për sa i përket zbatimit dhe mbikëqyrjes, si do të sigurojmë që ky ligj të mos mbetet vetëm në letër, por të zbatohet në praktikë? Përdorimi i teknologjisë dhe inovacionit. A ka mundësi që ky ligj të përfshijë më shumë digitalizim për gjurmëshmërinë e kafshëve? Për sa i përket trajtimit të mjekëve veterinar dhe inspektorëve, janë parashikuar mekanizma për edukimin e trajtimin e stafit që do të zbatojnë këtë ligj. Dhe për çështjen e adresimit të gjobave dhe masave administrative dhe të ndushkueshmërisë duhet të jenë bashkëshoqëruese të projektligjit, ashtu si janë praktikat e procedurave të hartimit të legjislacionit. Veç konsultimit publik që është bërë në faqen e hedhur në sistem, unë kam bërë dhe konsultime me specialistë të shërbimit veterinar të pak të qarkut Beratit për këtë projekt ligj dhe kam marrë problematika aktuale, cilat nuk përbejnë në thelbin, sepse ky ligj i përmbledh të gjitha dhe jep zgjidhje definitive në akord me direktivën e Bashkimit Evropian. Faleminderit. Tani hapin debatin për diskutime, për pyetje për këtë projekt ligj. Kush e do fjalën? Po, zoti Xhafa. Faleminderit zotit drejtues i komisionit, faleminderit zëvendës ministër. Ky projekt ligj për shëndetin e kafshëve vendos detyrime të reja për operatorët dhe fermerët, por nuk parashikon masa mbështetëse për ta, veçanërisht për ata që nuk kanë kapacitete financiare për të përmbushur këto kërkesa. Gjithashtu ky projekt ligj synon të lehtësoj eksportet drejt BE-s, por nuk parashikon masa kalimtare për operatorët shqiptarë që duhet të përfshihen me standardet e reja. Rregullat e rrepta mund të penalizojnë prodhuesit vendas në raport me importet nga BE-ja duke dëmtuar konkurrencën. Dy pyetje dështrohen në raport me këtë projekt ligj. A janë bërë konsultime publike me fermerët, me veterinerët dhe përpunuesit e produkteve shtazore, ju thatë në faqet online, po prezencë fizike do të thojë, për implementimin e këtij ligji? Dhe pyetja e dytë, a ka stimuj fiskal ose ndihmë financiare për bizneset e vogla që mund të preken nga kostot e implementimit të këtij ligji? Faleminderit. Faleminderit. Do të jap. Faleminderit. Po ky është një ligj shumë i rëndësishëm i cili do të shtrijë efektet e tij në momentin që do fillojë zbatimi. Dhe ne kemi theksuar që në momentin që do fillojë zbatimi i këtij ligji, detyrimin kryesor është për operatorët e biznesit. Sa janë ata të mbështetur? Sa janë ata të informuar? Informacioni është marrë nga të gjithë operatorët e biznesit. Ne kemi një vit që operatorët e biznesit ushqimor, edhe ata të prodhimit dhe ata të agropërpunimit e dinë që po hartohet ky legjislacion sepse është vendosur në negociatat që bëm me Bashkimin Evropian në vitin
në vitin 2023 në nëntor të 2023. Dhe për të mbështetur ata janë marrë dhe masat mbështetëse që duhet i jepen për fermerët, sepse kjo ka një kosto më të madh, nëse thamë që nuk ka kosto financiare për strukturat, sepse ato janë të ngritura, kosto për biznesin ka për të arritur standardet që do jenë Bashkimin Evropian. Por një nga detyrimet që ne kemi për biznesin tonë është sepse ne do kërkojmë hyrje në fuqi të këtij ligji do jetë pas në vitin 2027, por ndërkohë që do të kërkojmë te Komisioni Evropian për kapitullin 12 që do ta kemi kur të hapet procesi i negocimit në qershor, do të kërkojmë shtyrje të afatit për hyrjen në fuqi të këtij ligji, ashtu siç kemi kërkuar edhe për të tjerë, sepse nuk për kapitullin 12 edhe vendet e tjera kanë kërkuar shtyrje të afatit të hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe të mbështetjes të fermerëve për të arritur standardet e tyre dhe për të qenë ata të barabartë me fermerët e tjerë që janë në vendet e Bashkimit Evropian. Kështu që kjo është një nga detyrimet që ne kemi dhe në kuadër të hartimit të këtij ligji, BE-ja do të dërgojë dhe një mbështetje financiare, kështu që prandaj jemi të obliguar që ta miratojmë këtë ligj brenda këtij sezoni ose dhe për të përfituar atë ndihmën financiare që do të jap Bashkimi Evropian, që do të jetë edhe ajo një ndihmë e konsiderueshme. Kështu që detyrimi jonë është kontaktet me operatorët e biznesit. Kontaktet të vazhdueshme me ta, ndoshta jo vetëm ne, po për gjithë. Edhe do të ishte që sikur ky komision këtu të ishte një truez e përbashkët për diskutuar dhe për të marrë mendimet e tyre se çfarë ata do të kenë nevojë për mbështetje, sepse kjo që të themi ta bëjmë kështu apo ta bëjmë ashtu, kjo është e berë, e kanë bërë të tjerët, nuk e kemi bërë ne. Ne e kemi marrë dhe e kemi përshtatur dhe e kemi transpozuar plotësisht. Nuk transpozohen ato që nuk kemi vend antar, nuk zbatohen, jo se si kemi. Por që është ajo që mbetet është ajo fjala që thatë ju. Këta që do ta hanë kurris, këta duhet i mbështesim dhe mbështetja nuk është vetëm mbështetje morale, po është edhe mbështetje financiare për të arritur standarde. Por që duhet mësojmë me këto rregulla, duhet mësojmë. Po, faleminderit. Dikush tjetër nga kolegës? Atëherë votojmë në parim projekt ligjin. Kush është dakord në parim me projekt ligjin për shëndetin e kafshëve? 12 pro, kundër, abstenim, 2 kolegë nuk marrin pjesë, atëherë miratohet në parim. Një kolegë përpara se sa të mbyllim mbledhjen, dje në seancë është votuar futja me procedurë të shpejtuar e një projekt ligji, që është projekt ligji për Bankën Shqiptare të Zhvillimit, cili na obligon që ne ta shqyrtojmë në një seancë që nuk e kishim parashikuar në kalendar. Unë propozoj që ta bëjmë nesër në orën 10. Jeni dakord që të kryejmë seancë nesër? Atëherë nesër në orën 10 do kemi seancë për këtë projekt ligj dhe me qenë se ose në rast se komisionet e tjera do të arrijnë të mbyllin 2 projekt ligjet shumë të rëndësishme që ka Ministria e Bujqësisë ka paraqitur, qoftë për shëndetin e bimëve, qoftë për shëndetin e kafshëve, ne do t'i shqyrtojmë nesër, pra do t'i kemi në kalendar në rast se do t'i mbyllin komisionet e tjera, meqense dhe seancat që kemi në dispozicion përpara janë në një kohë shumë të ngushtë. Përpiqemi që ta arrijmë brenda kësaj periudhe përpara se sa parlamenti të kalojë në fushat elektorale. Nëse do të mundim, po ne jemi të predispozuar që nëse komisionet e tjera i mbyllin këto 2 projekt ligje, neve nesër mund të fillojmë edhe shqyrtimin nen për to. Kështu që nesër në orën 10 me rendin e ditës për Bankën Shqiptare të Zhvillimit, si pikë të dytë të rendit e ditës kemi projekt ligjin për shëndetin e bimëve, të cilit nuk e kemi kaluar as në parim as nen për nen, dhe atë për shëndetin e kafshëve, të cilët sot e kaluam në parim, por do të kemi edhe shqyrtimin nen për nen dhe në tërësi për të. Kështu që nesër në orën 10 me këtë rendite jemi dakord? Dakord, atëherë mbledhja mbyllet nesër në orën 10.